Po pra, o ka një paqë, në kuptimin e ligjit. Por, për te kësaj, këshire, na du me kuptu veç një send. Në qëtë situatë ku jemi, unë pe lexojt pak në të shkotës në zgjedhje. Veç nëse këto partitë opozitare kanë me qitë lutje në formë aty në lutjeve religjioze të Kurti a mëni mos në qënë në zgjedhje. E më ko problemi. Po shkajmë në zgjedhje me shumë gjasë, masti që Kurti arriti me ullon fajnë. Pjesëmarrja në takim me Kurtin, ty tarzon këtë tregimin tonë politik, një 100 tregim ati, 9 muj dit, edhe Bedri Hamza, edhe Abdi Gjikun e kanë thonë, kjo lider autoritar. Do t'i dopsojnë edhe më shumë këto zgjedhja? Patjetër. Kjo lider antidemokratik. Nëse je politikan ti demokratik, qysh ulesh në tavolinë me një lider që është demokratik, që është autoritar, që edhe fashist. Qysh, cili është ajo njëja që të lidhë, bre, po këta, me këto takime, Kurti ka me dali paqë në fund. Ju sotë shumë qartë. E patë edhe vetë, një serë takimesh, nuk patë sukses, opozita zdeshti, shkajmë në zgjedhje. Pra, këta, kur kanë marrë pjesë takim, e kanë humbë lojën me Kurtin. Pra, gjithmonë Kurti vëtë... Po mos shkoni takim, a do të përdorit prapë nga Kurti? Jo, nuk shkajmë takim, sepse nuk negociojmë për president pa ma kallëzojnë emnin. Ky ka thirrë folë për çështjen. Qite emnin. Na kemi pa Bedri Hamzën në Rubikon. Pa, nëse nuk ka marrëveshje për qeverinë me Albin Kurtin, nuk negociojmë për presidentin. Me përjashtime, tha, që i ra me kuptuar në emon që suni thëna jo, me shumë gjasë i ashartë. Nuk ndodhi që jo, u bo qeveria, nuk pat emon prap Kurti, pat qështje, Bedri Hamza shkon takim 2 herë që i vjen këta janë të kapitullum. Këta, sa eri i kujtojnë, sa eri a përmend Kurti presidentin edhe zgjedhjet, këtu një kujtojnë 28 dhjetori, që për këta është fundi i betjes politike. Nuk kanë fuqime shkutu tje. Apo kapitullojnë partitë opozitare? Me qëtë loj që është duke e zhvillu Kurti, po, definitivisht po, sepse është duke i nëzirë prap keq, se është duke i nëzirë si kur kjo është aj pragmatiku, kjo është aj bashkëpunusi edhe kjo është aj që po është proaktivi, do me thonë kjo po ka ide pi ofron me i dëgju se qka po dojnë. Por në anën tjetër, edhe kjo po lexohet shumë qartë se Albin Kurti nuk dën pozitën e presidentit mi adhon dikuj tjetër. Pozita e presidentit është një faktor tepër rëndësishëm politikën e jashtme dhe ai dën politikën e jashtme e dën me pas për veti. Çka është duke kërku Albin Kurti është duke kërku me pas një figurë konsensuale, për shembull të fuqishme që ka ndikim në shoqëni, si president dhe që ka hisën politikën e jashtme dhe më kthy pastaj te dialogu me Serbinë edhe me nda këtë përgjegjësi të implementimit të asociacionit të komunave shumicë serbe, sepse kjo ka më ndodhur shumë shpejt pas stabilizimit të gjitha institucioneve, po për Kurti është shumë interesuar që këtë përgjegjësi me nda me një figurë shumë të rëndësishme. Tash këtë rast, është po thuhet që ka tentuar që me fut familjen Jasharaj në këtë lojë, që pastaj implementimi i asociacionit të ndahet në bashkëpërgjegjësi kryeministër Albin Kurti, presidenti Kushi Jasharajve edhe po. Po ai ka silu këtë lojë, po Murat Jasharaj ka qenë, nuk e ka thënë shumë direkt, po e ka lënë shumë mirë me kuptu që nuk jemi njerëz që manipulohen kaq lehtë edhe që ne jemi këtu për me dhënë kontributin ton për kombin sar që kërkohet, po jo më na fut në kësi lojë edhe me na dëmtu reputacionin. Kallëzove Engelbert, Amira Keq që shkën takim Lumiri. Jo, unë jam dakord me ty që ka vit me shku në takim vetëm nëse kishim pas një emër për ta diskutuar. Në këtë rast do të thonë ka bo keq. Po, definitivisht është keq që ka shku edhe Bedri Hamza, edhe Lumiri, e le që keq, po kanë shku 2 herë. Nuk ka keq, kjo skandal. Jo kapitullim. Tash ti je epitete sa dush, po nuk është mirë. Po, s'është epitet, 9 muaj, atë cili kuptimi bllokadës 9 muaj ditë. Që s'pranojshin as një variant bashkëpunim. Unë mendoj që në Rom për një natë. Edhe LDK-ja është me pas. E famshme që u bën rrimi i madh. Art Mesia në Tokë, jo, ka ardhur para 2000 vjetë Mesia. S'ka më Mesi. Sa ndodhi me këta? Përveç që janë të friksuar, janë të kastruar. Zgjedhjet janë duke i friksuar se ka kastruar Kurti politikisht. Partitë janë të pa organizuar me këto opozitorët, në shtatë aleancën që ka hyrë në procesin brendshëm zgjedhor, domethënë janë total të pa përgatitur në një, por edhe në aspektin ekonomik. E ku janë kon përgatitur për herë të fundit, amandement mos më jo, herën e fundit ta kanë thënë që jemi super përgatitur, po doli e prej 2019 e komi. Tash po e dëgjon edhe Ramush Haradinaj. Ramush Haradinaj që thotë, le që jemi politikisht në riorganizim, domethënë dhe ristrukturim të partisë, po kemi tha probleme dhe financiare ekonomike. Nuk qonë pesh aleanca, i ka 6 numra. Kur janë kohën për e të fundit përgatit PDK-ja me LDK-n kalzon. Unë se marë në mend. Ata dolen shumë përgatit në PDK-ja, sepse largun memrin e sollën Bedrin, edhe ishte një organizim, ajo quhet përgatitje. Tash se sot rezultati si doli mirë, që të muhabet. Rrugë kryetar sipas shirë. Ata e kanë qujt këtë jo, ajo që qarlek. Po tash i doli keq.
Ajo që kanë bua ata që që lek, me në rrugë kryetarin, pëse po do në Amisladrovci, pastaj LDK-ja